Sërish jemi në Zagori. Kjo është ura Nivanit që sipas disa dokumentave kjo ura u dhuru nga Lipashti Pelena para se të bëhet pashaj kryesor, si rezultat për të strehuar në manastir. Është një urë e shekullit 19, po ku shumë karvane ndër vite kanë kaluar. Urë e mirë ruajtur për fat të mirë deri tani. Dhe kjo ka ardhur pas urës e cila urëzua në Hoshtev. Në rast se ju kujtohet kur banorët e Hoshtevës ngrinin zarin dhe në atë kohë ishte Tutkunja Mirela Kumbaro, e cila dhe sot është ministrja e shkatërimit, turizmit dhe mjedisit. Dhe pavarësisht ankesave të banorëve të zonës, ajo nuk ndërhyri derisa ura urëzua dhe keni pa në televizor para 5 viteve. Por kjo urë tashmë këtu, kjo duket jashtëzakonisht mirë. Uji i kaltër i lumit Zagoria. Jo shumë larg për këtu është edhe manastiri i Nivanit. Një manastir i shekullit 17-18 mendohet. Dhe vizitoni sa më shumë Zagorin deri në mes qershorit, kur është edhe periudha më e bukur, por edhe vjeshta. Pasi duke vizitu dhe shpenzu sa më shumë pare në fshatra shqiptare, do ruani një pjesë të fshatit shqiptar, pa cili nuk ka jetë, sepse që kuptim ka të udhëtosh në për fshatra, në për male, pa taku barim, pa taku fshatart, zemërgjërë dhe shumë mikpritës. Për shembull në familjen që ndejta mbram në Hoshtev, sot të teknizojnë në Sheper, e cila më ofroi një mëngjes totalisht falas. Dhe qenë ka dhe një tabel, ura Nivanit, e cila ka rënë tokë, por të paktën është, s'mund themi që nuk është. Bashkë me urën është edhe Ishmulliri, që për fat të mirë të gjitha gjurmat janë të forta, dhe thjesht nevojitet një rekonstruksion nga Ministria e Punëve të Kota, që zakonisht i thirrim Ministria e Turizmit, për ta rikthyer në jetë ja dhe gurt e mullirit. Pse jo? Shife murin, si mur kalaje që është këti. Dhe do kishte më shumë kuptim. Edhe ura, edhe Nivani, edhe Nderini, edhe vet lumi, edhe vet Zagoria për të vizitu. Ju përshëndes me këtë pamje të bukur.